Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Ujorit. Do bëj një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është vetë letra juaj që pasqyron ju në fakt, është ylli. Një ndër letrat më të ndritshme në tarot. Ylli i shpresës, shërimit dhe besimit, të qetë që mbjeton pas tuhive. Kur gjithçka duket e heshtur, një yll ndizet në shpirt për të treguar se drita nuk është zhdukur, vetëm po të pret të shihet. Për ju që jeni ujor, kjo letër është fryma pas fortunës. Është momenti kur më në fund fillon të besosh sërish, jo sepse gjithçka është zgjidhur, por sepse ndjen që se po shërohesh. Ylli është shenjë e qartësisë që rikthehet, e dritës që rrjedh nëpër plag dhe vizionit që rikthen kur më së shumti ke nevojë për të. Të dashur ju jeni vizionar, ndryshe shpesh përpara kohës tënde, dhe ndonjëherë kjo të ka bërë të ndihesh i vetmuar, por kjo letër të kujton, ti nuk je këtu për të qenë si të tjerët, ti je këtu për të sjellë dritë, atje ku askush tjetër se shikon. Është kohë të besosh sërish në atë që ndjen, edhe nëse ende nuk është e dukshme për të tjerët. Mos e harro zemrën tënde të butë, ajo është udhërrëfyesi yt, dhe këtë herë kërkoj ndjes, ajo nuk të çon drejt një qëllimi të jashtëm, por drejt një shërimi të thellë brenda teje. Ti nuk je thjesht një shpresë për veten, por edhe për ata që ndjekin dritën tënde. Në errësirë, letër shumë e bukur, pra. Ti je ai apo ajo që kujton se drita nuk ikën kurrë, dhe në qetësinë që po vjen, do të ndjesh përsëri fuqinë për të ndruar dhe për të kthyer ëndrat në realitet. Absolutisht ëndrat të realizuar, të dashur ujor.